braktisja e organizuar dhe politikisht e motivuar e institucioneve të Republikës së Kosovës nga pjesëtarë të komunitetit serb në fund të vitit 2022 ishte piknisje e një serie veprimesh sabotuese ndaj shtetit. Qysh atëherë e kemi thënë dhe u kemi bërë thirrje të gjithë serbëve në institucione. Mos i braktisni ato, mos jepni dorëheqje, mos shkoni. Por nuk e kemi thënë e as nuk kemi të drejtë të themi kthehuni. Kishim të drejtë politike t'ju themi mos shkoni, por nuk kemi të drejtë kushtetuese e ligjore t'ju themi kthehuni. Largimi i tyre ka qenë akt politik, individual ndonse i organizuar, por kthimi është çështje ligjore dhe kushtetuese. Nuk mund të ketë kthim që i mbivendoset kushtetutës e ligjit, veçmas kur braktisja ishte një akt sabotimi i ligjshmërisë dhe kushtetueshmërisë. Në këtë linjë, gjithnjë sipas kushtetueshmërisë e ligjshmërisë, këto dorëheqje i ka trajtuar kohë më parë Policia e Kosovës dhe ditë më parë edhe Këshilli Prokurorial. Ndërkaq sot, teksa prisnim që edhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës të vepronte njësoj, kuptuam që mbledhja dështoi në mungesë kvorumi. Presim që në mbledhjen e radhës të marrë epilog të tillë edhe kjo çështje. Policia e Kosovës përjetoi një goditje të rëndë pikërisht me datën 5 nëntor të vitit 2022, atëherë kur afër 550 polic të komunitetit serb u dorëhoqën në mënyrë kolektive në veri të Ibrit me urdhër të Beogradit. Mirë po qëllimi i tyre dështoi, me qenë se nuk është rënuar shumetnia si përbërje e policisë tonë dhe as nuk është cenuar sovraniteti shtetëror, integriteti territorial dhe stabiliteti institucional siç kanë synuar ata. Republika e Kosovës është më e sigurt se kur më parë. Imagjinoni të nderuar gazetar, në sistemin tonë të drejtësisë të kemi gjyqtar dhe prokuror që i binden urdhrave të një shteti tjetër, në këtë rast të Serbisë. Kush nga partnerët tanë ndërkombëtar që sot bëjnë presione mbi këta këshilla, kush nga ta do të lejonte që në shtetet e tyre të kishte gjyqtar dhe prokuror që dirigjohen nga një shtet tjetër? Dhe kush nga këta partnerë ndërkombëtar që neve na thrasin gjithnjë për sundim të ligjit dhe për pavarësi të sistemit të drejtësisë, kush nga këta do të kërkonte nga gjyqtar dhe prokuror, që janë anëtar të këshillave, që të vendoste diçka që është në kundërshtim me legjislacionin në fuqi? Duhet të ketë proces të ri në këtë aspekt. Qëndrueshmërinë, vendimin personalisht, ndonëse nuk e kemi diskutuar sepse është kohë shumë e shkurtë, personalisht qëndrimin e qeverisë që të mos kthehen ata prokurorë që kanë dhënë dorëheqje, unë e konsideroj vendim të drejtë dhe ka përkrohen absolute. Pavarësisht faktit që ka kaluar një kohë relativisht të gjatë kur do të duhet shqyrtuar të njëjtat, megjithatë, për sa i përket çështjes së vendimeve dhe veprimeve që ndërlidhen me theksë me pjesën veriore, vlerësoj që institucionet e vendit duhet me qenë më të kujdesshme në raport me koordinimin, mbi të gjitha me faktorin ndërkombëtar në përgjithësi e Shtetet e Bashkuara të Amerikës në veçanti, për faktin se lehtësisht mund të vijmë në situatë ku mund të rrezikohen partneriteti në raport me këto vende. Referuar sistemit prokurorial, duke qenë se Këshilli veç ka marrë vendim dhe rrjedhimisht i ka propozuar presidentes në referencë në 26 të ligjit, e njëjta tashmë siç është thënë publikisht i ka liruar nga detyra përmes dekreteve, e që në rast se palët, këtë rastisht prokurorët pretendojnë që janë shkel të drejtat e tyre, mund të drejtohen sistemit gjyqësor, përkatësisht gjykatave të rregullta për të kërkuar mbrojtje gjyqësore të të drejtave të tyre në rast se pretendojnë se janë shkelur, sikundër që edhe në rast se shpallet konkurs, të njëjtit nuk privohen nga e drejta që të rikandidojnë dhe në rast se i plotësojnë kriteret dhe natyrisht arrijnë suksesshëm me performu gjatë fazës rekrutimit, mund të aplikojnë dhe të bëhen sërish prokuror. E para, çështja e përfaqësimit të komunitetit dhe në përgjithësi e komunitetit serb në institucionet e vendit, përfshirë edhe sistemin e drejtësisë, është një drejtë e garantuar.
Por për sa i përket këtyre individëve, fakti që siç dihet, dorëheqjet e tyre, madje edhe kërkesat për tërheqje të dorëheqjeve po rezulton që janë të ndikuar nga faktorët e jashtëm, vlerësoj që kthimi ose rikthimi eventual i tyre në sistemin e drejtësisë do të ndikonte tej mase në uljen e besimit të publikut në drejtësi për sa i përket këtyre individëve, për faktin se po rezulton që nuk kanë qenë të gatshëm dhe në gjendje dhe të aftë të vendosin as për fatin e tyre, e lere më të vendosin për ndarjen dhe vendosjen e drejtësisë. Prandaj vlerësoj që besimi dhe kredibiliteti i këtyre personave është jashtëzakonisht i ulët.